Është halli i madh, po ti kë ke atje në... Është një çun i ri, ka një biznes aty në shton. Ka dhe një biznes në Tiranë. Po dhe këtu kështu, i pavarur? I pavarur është, po i mbështetur në ta. Çfarë? Po çun i ri, 24 vjeç. Ka marrë grafik design, diçka kështu. Artista. Lëviz në për qytet, takon njerëz, nuk është se është... Po Berat. Paka shumë e njëjta histori dhe në Berat. Kandidat i pavarur, i mbështetur nga opozita, një zotni që është larguar prej 30 vitesh nga qyteti, jeton këtu në Tiranë. Ka kandiduar dhe herë tjera si pavarur. Po, e njëjta histori paka Këtë e shumë. lanë. Pra le të themi, Po e mbështesin këta, po as? e mbështesin, më thonjza, Hë? e mbështesin në këto takime zyrtare, po me çpo nga ajo që shohim qytet, paka shumë vetëm xhiron me një rreth ngushtë. Po është shumë larg asaj s'ka lidhje me qytetin, nuk. Halli i PD-s tani, ndjes pas është kujt ja lëm humbjen nder. Është kujt ja lëm Është e humbjen lënë nder. Një parashikim. Sa përqind do marrësh ti? Po, unë shpresoj që të marrë 80% të votave. 80% Po. të thosh? Po. Po di sa përqind do marrësh? Po rreth 83% besoj. 83, as 2, 83. as 4. 83 se Ta shikojmë, po di sa do marrësh? Unë po të regojmë pak më konservativ, 75. 75%. Po ti sa do marrësh? 65? Ti isha në orientat, ma t'janë të do të thosha 51%. Po ti sa do marrësh? Thash që do ta mullim gjithsesi te telefoni atë, po qëndroj 70 plus 1. 70%. Edhe për fakti që ish kryetari i bashkisë ka dalë 72%, s'po bilancohen shumë në këtë pjesë, s'po bilancohen, po qëndroj tek 70 plus 1 vot. Po mirë. Hajde, për hajër. Sukseset. Gjithë këta ishin 5 kandidatët të dielës, të 5 bashkit ku zhvillohen zgjedhje pjesore në 9 nëntor dhe besoj që tani na dhanë një shkak që ta ndjekim garën për të parë sa do t'i afrohen rezultatit, dhe sidomos te Belena, ku kandidati ynë tha 73%, as 72, as 74, kjo është shumë interesante. Kuptohet, duke thënë të mori përsipër edhe gjithë baltën që do të pasojë mas fitores, as nuk diskutohet kjo, po ajo balta na duhet se shkatron syrin e keq.